Assalamu alaikum wa rahmatullah, të nderuar teleshikues, vazhdojmë ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Dy emisionet e kaluara kemi folur për rëndësinë e familjes, rinia dhe familja, kemi folur dhe për prindrit. Thamë se familja ishte bërthame e shoqërisë, pastaj përmendëm rëndësinë dhe rolin që kanë prindrit në formimin e të rinjve. Sot do të dalemi tek një temë që realisht është e pashmangshme. Do të flasim për shoqërinë, ai grup personash me cilët ne kalojmë një kohë mjaft të madhe bashkë. Për të trajtuar këtë temë kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Mustafa Terniqin. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjetëm. Hoxh, në emisionet e kaluara kemi folur gjerë, jemi munduar t'i cekim gjitha temat që lidhen me familjen, raportin e shoqërisë me familjen, me prindrit, me tani dalim tek një temë e cila njeriu është si qenie sociale që është, do takohet me njerëzit. Andaj unë dua ta qartësoj më shumë pjesën e shoqërisë. Kur flasim për shoqërinë, në aspektin fetar, çfarë është shoqëria? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falenderojmë Zotin fuqiplot, salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Shoqëria është shumë e rëndësishme, zë një vend të rëndësishëm gjithashtu dhe në fenë islame. Allahu i Madhërisëm na krijoi, na bëri të mundur të jetojmë në jetën e kësaj bote, por jemi gjithmonë në një shoqëri të padukshme dhe të dukshme. Në shoqërinë e padukshme jemi në shoqërinë e melekëve dhe shejtanëve. Në shoqërinë e dukshme jemi në shoqërinë atyre njerëzve të cilët na përshtaten ose jo, por mund na përshtaten në një këndvështrim, por nuk janë meritorët në një këndvështrim tjetër. Nuk janë njerëzit e duhur në këndvështrimin fetar. Nuk janë njerëzit e duhur për të na sjellur dobinë e mirë e cila na konvenon në jetën e kësaj bote, por na konvenon dhe për botën tjetër. Ashtu sikur melekët nxisin për mirë, kemi dhe shejtanët që nxisin për keq. Andaj dhe me njerëzit me të cilët ne shoqërohemi, ka për tyre të cilët kanë virtytet e larta dhe janë përfaqësues të vlerave të mira, ashtu sikur ka njerëz të tjerë me të cilët ti mund shoqërohesh, por janë njerëz me vese, njerëz me probleme dhe mund të dëmtojnë dhe masa e dëmtimit, përqindja e dëmtimit mund të jetë domethënë nga më të ultat e deri te më të lartat. Njeriu mund të shkas, njeriu mund të humb rrugën, njeriu mund të humb dhe të vërtetën. Madje Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar thotë: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Ne kemi bërë thot për çdo profet shejtanët njerëz dhe shejtanët e vërtet prej xhinëve, të cilët sjellin ngatresa. Për çdo profet thot Allahu xhelle xhelalu, pra deri tek profetët, shejtanët mundohen të sjellin të keqen. Dhe njerëzve të tjerë gjithashtu mundohen t'ia ngatarojnë gjërat, t'ia zbukurojnë gjërat të cilat nuk janë të virtytshme, nuk janë të mira, por ja zbukurojnë në një formë sa njeriu t'i duket diçka e mirë, diçka me vlerë, ashtu sikur përjetojmë sot në kohën kur antivlerat serviren si vlera. Andaj dhe kur Allahu i Madhërisëm na përmend në Kur'anin famëlar që deri dhe profetët do të kenë ngacmime të tilla, nuk do të jenë të qetë nga shejtanët e vërtet prej xhinëve, por do të kemi dhe shejtan njerëz, vetë Allahu i Madhërisëm e ka quajtur kështu. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ka shumë prej njerëzve të cilët janë të shejtanosur në natyrën e tyre. Janë të shejtanosur në aktivitetet e tyre, në qëllimet e tyre. Njerëz të cilët nuk kanë dallim nga shejtani i vërtet dhe për rrjedhoj njeriu duhet ketë kujdes me kë shoqërohet, sepse një shoqëri e keqe mund ta nxjerrë nga rruga, mund ta bëjë të devijojë dhe ndoshta mund ta bëjë të humbë të vërtetën. Pra ky këndvështrim fetar është shumë i rëndësishëm që njeriu të jetë i qartë me të, në mënyrë që të qartësojë pastaj dhe veprimtarinë e tij dhe aktivitetet e tij.
Pra të jetë i qartë se me cilën pjesë shoqërisë ai ka të bëjmë, atë që është e mirë apo e keqe. Këtu lindet pyetja tjetër, sipas normave fetare, sipas parimeve që ne ndjekim të fesë islame patjetër. Cili konsiderohet shoku i mirë sipas vlerave fetare? Kush është një shok i mirë? Nëse do t'i referohemi normave fetare, parimeve fetare, kritereve fetare, filtrat në cilat duhet kaloj domethënë një person i cili të meritoj ai të shoqërohesh me të, janë ata njerëz të cilët vetë Allahu i Madhërisht thot wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Qëndro, thot Allahu i Madhërisëm, me ata njerëz, pra shoqërohu me ata njerëz të cilët i luten Allahut të Madhërisëm, i përgjërohen atij, kanë formuar të raportin e tyre me të, pra me Zotin që na krijoi, mëngjes e mbrëmje. Dhe sytë tu, shikimi yt, mos të marrë drejtim tjetër për të qëndrojë vetëm me ata. Shikoj, e lidh Allahu i Madhërisëm çështën e shoqërisë, çështën e dobisë, se cilët janë të dobishmit e vërtet, ata cilët i përgjërohen Zotit të tyre, ata cilët besojnë në Zotin e tyre, ata të cilët kërkojnë kënaqësinë e Zotit të tyre. Wala ta'du 'aynaka 'anhum, thot turidu zinata al-hayati ad-dunya, mos u shmang prej tyre. Shikimi yt mos shikoj diçka tjetër, por vetëm të ata, edhe nëse ti bën të kundërtën për hir të dynjas, që të fitosh diçka nga jeta e kësaj bote apo të zbukuruar diçka nga jeta e kësaj bote, mund të duket e momentit, por je duke rëshqitur. Je duke shkar dhe je duke marrë një drejtim që ka pasoja, domethënë, më pas thot wala tuti men aghfalna qalbahu an dhikrina, dhe mos ju bind, pra mos u mashtro që të shkosh pas rrugës së atyre të cilët ne zemrën e tyre ja kemi bërë të pakujdesshme, apo ja kemi bërë të shkujdesur. Ai nuk ka lidhje me Zotin. Një person i cili nuk ka lidhje me Zotin e tij, ai nuk di se ç'është mirësia e vërtet. Ai nuk ka mëshirë në zemrën e tij, edhe pse mund sillet mirë. Ai nuk ka besnikëri dhe qiltërsi dhe sinqeritet në zemrën e tij, nëse nuk është i besnik fillim me Zotin e tij. Andaj kujdes, thot Allahu i Madhërisëm, se nëse shoqërohesh pikërisht me këta, rruga e tyre është e shkujdesur, rruga e tyre është e përhumbur, rruga e tyre është e devijuar, dhe nuk ka mënyrë tjetër vetëm se ti do të shkosh në shkarje të tillë, në devijim të tillë, do të shkosh në shkujdesje të tillë, derisa do të kuptosh me kalimin e kohës, nëse do të kesh forcë të analizosh që vërtet i largu nga Zoti. Hoxha, Allah të shpëlbeft, falenderoj pa mas. Tek pjesa pse jep Zoti kaq shumë rëndësi shoqërimit me njerëz të mirë, ndërkohë që me ata që nuk janë aq të mirë, ndoshta ne thjesht mund të shoqërohemi me ta, mos ta lejmë vetëm që ndikohemi, dhe duket një zgjidhje pse është kaq rëndësi e madhe që duhet patjetër të rrim me të mirët, përndryshe me këta të tjerët nuk duhet i qasemi. Këtu ka diçka të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për të qartësuar. Fillimisht ka njerëz të cilët e kuptojnë që disa persona, sidomos të rinjt, të cilët nxitohen, ju të rinj nxitoni më shumë, edhe ne nxitohemi, të gjithë njerëzit nxitohen, edhe nxitimi është pjesë e natyrës njerëzore, por sidomos ju të rinjt nxitoni në përkufizimin e shoqërisë, me kë do shoqëroni, cilët janë kriteret, nuk keni kritere të forta, e plot gjëra të tilla. Çfarë ndodh? Fillimisht, nëse ti mendon se mund të shoqërohesh me një gabimtar dhe ai gabimit i ka për veten e tij, por ti nuk do ndikohesh prej tij, ky është fillimi i gabimit. Përse? Sepse Allahu i Madhërisëm në fen ton madhështore, Islamin, ka vendosur dhe ka përcaktuar aty një institucion shumë të rëndësishëm, i cili quhet el-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Nëse duam që shoqëria të jetë e shëndosh, një shoqëri e mirë, duhet të edukohet,
dhe duhet të ndërgjegjësohet në formën më të mirë dhe në formën më të qartë vetë rinia, sepse rinia është pjesa dinamike e shoqërisë. Nëse një i ri mendon se unë nuk do mashtrohem, e kupton gabimin, e kupton shoqërinë e gabuar, por unë do shoqërohem me ta jo për të qenë i keq dhe jo për të arritur në gabimet e tyre. Ata të vazhdojnë dhe unë do të vazhdoj me timen. Më fal, po pse po shoqërohesh? Është e pamundur që njeriu mos ndikohet. Secili prej njerëzve ka një efekt apo ka një forcë ndikimi tek tjerët. Ti mund t'i japësh atij një të mirë, ai mund t'i japë ty dy të këqija. Ti mund t'i japësh ndikon dhe ti mendon se këtu je mirë, mund t'i mësosh atij dy të mira dhe ai mund t'i instalojë tek ty pesë të këqija. Dhe në fund je ti humburi dhe jo ai vazhdon, ai ka përfituar diçka prej teje dhe pse vazhdon rrugën e gabuar, kurse në fund rezultati është që ti po merr veset e tij, apo ti po merr sifatet dhe cilësitë e tij. Këtu dhe fillon thyerja e njeriu. Thyerja e parë është pikërisht kjo, kur ti mendon se unë shoqërohem, por nuk do gaboj sikur gabon ai. Thyerja e dytë fillon me njeriu kur ai mashtron vetveten, duke qenë se thot unë nuk do ndikohem prej tij. Atëherë fillon thyerja e dytë në çfarë? Do filloj të jetoj me të keqen, sepse ai e ka detyrë prej Zotit që të reagojë kundër të keqes. Nuk është kusht të shtyhet me njerëzit, të rrifet me njerëzit, të bëj shamadh dhe sherr me njerëzit, jo, të flas të mirën, të ndaloj nga e keqja, të urdhëroj për të mirën. Për hir të shoqërisë, ai nuk e bën dot këtë. Pas kësaj çfarë do të vi? Do të vi thyerja e tretë. Thyerja e tretë çfarë është? Në momentin kur ai nuk gjen më dot forcën për të reaguar kundër të keqes, do filloj të normalizohet shoqërimi me ta bashkë me të keqen. Pra fillim e kuptonte që është gabim, pastaj e kupton që ky gabim është diçka normale. Por nuk mjaftohemi me kaq, sepse do të vi një thyerje e katërt. Thyerja e katërt në momentin që ti shoqërohesh me njerëzit e liq, me njerëzit e këqij, me njerëzit me vese negative, me sedër të sëmur, me probleme sociale dhe shoqërore, fillimisht ishe ti ai që e pranove këtë shoqëri pa kushte. Kjo ishte gjëja, ky është gabimi i parë që hapen dyert e tjera. Pastaj në këtë shoqëri fillon thyrja, shiko, ti nuk do reagosh kundër të keqes. Atëherë ajo e keqe do normalizohet me ty. Vjen thyrja tjetër e katërt, e cila është ajo e keqe që erdhi deri në atë stad sa u normalizua, do të fillojë të pëlqejë. Do fillojë të shijojë derisa vjen thyrja totale, kur njeriu lëshohet dhe çfarë ndodh me të? Ai masi i është normalizuar një e keqe, fillon ta pëlqej atë të keqe, atëherë nuk ka ngelur gjë, vetëm se do ta veproj. Mirë po, edhe këtu ka nga ata të rinj, të cilët, edhe nga ata njerëz, domethënë, të cilët prapë mashtrojnë vetveten e tyre, duke thënë, "Shiku, unë gabova një herë, po nuk besoj të gaboj prapë." Kur gabove një herë do gabosh dy herë. Kur gabove dy herë do gabosh katër herë e kështu me radhë. Atëherë çfarë duhet? Largohu nga shoqëria e keqe. Largohu nga njerëzit të cilët kanë probleme. Ndoshta ai ka shumë të mira, por ka një gabim të vetëm. Atëherë mundohu që të reagosh për atë gabim, shoqërohesh duke reaguar kundër atij gabimi. Dhe sikur një gabim të vetëm të ketë, nëse ky person kthehet tek Zoti, ky person pendohet te Allahu xhele xhelalu, atëherë kjo është domethënë çështje tjetër, por është shumë e rëndësishme ai përshkallëzimi që unë solla, thyrje e parë, thyrje e dytë, thyrje e tretë, thyrje e katërt, në fund fare do shkojë njeriu sa do të jap një shembull nëse më lejoni. Ne kemi përjetuar këtë në kohën e komunizmit. Ashtu sikur kanë përjetuar domethënë plot vendet e tjera, po flasim për shqiptarët. Unë fillimisht, sa isha i vogël për shembull, nuk e kuptoja filozofinë e statujave të diktatorëve komunistë. Lenini, Stalini, e plot statuja të tjera, të cilët nuk mjaftoheshin me çfarë, me një pikturë, me një gravurë, por duhej patjetër një statujë në mes të qytetit. Tani, ata njerëz të cilët janë pushkatuar, familjarët e tyre si do e shikojnë komunizmin? Ata njerëz të cilët janë burgosur, ata njerëz të cilët janë trajtuar në formën më të keqe, ata njerëz të cilët kanë vuajtur nga sistemi komunist. Çfarë ndodh? Do vi fëmia, do vinë të rinjt. Ata nuk e kapin dot, nuk e perceptojnë dot çështjen e dikurshme të luftës, të problemeve, çështjen e vuajtjeve që ka hequr, domethënë gjyshi i tij, ai ndoshta nuk e ka arritur fare gjyshin e tij, por statujën
e atij personazhi, e atij personi, e asaj figure që u bë shkak për instalimin në shoqërinë tonë të komunizmit, ai fillon ta shikojë nga babai i tij, thotë këto janë shkaktarët, por ai nuk e kupton mirë këtë çështje. Dhe sa herë kalon, e shikon busin e Stalinit, apo busin e Leninit, apo busin e Enverit, apo busin e këtij dhe busin e atij diktatori, dhe në fillim ecën me fjalën e babait apo prindërve të tij, dhe duke qenë se do jetojë në atë qytet, do shkojë do vi çdo ditë tek ajo rrugë, fillon të normalizohet. Pastaj ajo pamje imponuese, ky lloj normalizimi kalon në admirim, sepse do të shikojë dhe turmën e cila do artroket, do të shikoj trendin e cila përkon me atë figurë që do të qëndroj aty. Dhe në momentin që unë filloj të më pëlqej ose të admiroj fillimisht dhe të pëlqej, unë do të jem për atyre që dhe unë do të duar trokas për këtë sistem të gabum i cili burgosi, i cili sërgjynosi, i cili vrau dhe preu, dhe çfarë ndodhi? Pa e kuptuar, në ato etapat që unë përmenda, nuk thyhet njeriu me njëherë, por thyhet në disa etapa. Fillimisht, kur ai shoqërohet duke menduar se unë nuk do gaboj, ai të vazhdoj me gabimin e tij, kurse unë jo, derisa thyhet kur të filloj admirimi, pëlqimi, derisa ta ti veproj vet ato gjëra. Shumë e qartë, pra në momentin që ti nuk reagon kundër të keqes, me një mënyrë apo me një tjetër, dashur pa dashur, ti je duke promovuar, duke ndihmuar atë. Këtu lind dhe një pyetje tjetër, se njeriu nuk rrit dot brenda katër mureve të shtëpisë. Do dali, do shoqërohet, sidomos nëse e shtrim jetën e një njeriu që nga shkolla e mesme ose që nga filloria, pastaj shkolla e mesme, fakulteti, do gjej një punë në cilën do etap të jetës, ai është e pamundur që mos shoqërohet me njerëz, është pamundur të mos formojë raporte. Është domethënë diçka e pashmangshme. Nuk e shmang dot shoqërinë. Si bëhet në këtë rast? Atëre, ne nuk jemi përpara një situate që vetëm ju jeni apo ti si person je më i miri dhe gjithë të tjerët janë të këqij. Ne si jemi para kësaj situate. Ne jemi në situatën që duhet patjetër të zgjedhim shokët e mirë, të zgjedhim njerëzit e mirë, të cilët përkojnë me virtytet tona, përkojnë me moralin ton, përkojnë me parimet tona, përkojnë me principet tona fetare, përkojnë me realitetin ton fetar, përkojnë me zakonet dhe traditat tona. Do thuash, po, shiko, këto njerëz sot në kohën që jetojnë janë pak. Janë më të rrallë për të. Janë më të rrallë. Më vështirë për të gjetur. Atëherë, më të rrallët kërko dhe do të jesh prej të rrallëve. Më të rrallët kërko dhe do të jesh prej të virtytshme. Njerëzit më me vlerë kërko dhe do të jesh nga njerëzit më me vlerë që do ketë shoqëria. Por këtu ka diçka të rëndësishme. Është e vërtetë, tash ne do të flasim edhe me gjuhën e realitetit, edhe me logjikën e realitetit. Është e vërtetë që ne nuk i shmangemi dot shoqërisë, sepse nuk mundemi dot në një shkollë, nëntëvjeçare apo e mesme apo fakultet që përmendet, ose në periudhën pas universitare. Marrëdhënia e punës përmendet gjithashtu, është e pashmangshme, ne patjetër do të ashtu. Mirë, po çfarë ndodh? Nëse njeriu, një i ri apo një e re, të rinjt, kanë perspektiva për jetën e tyre në varësi të vizionit të qartë për të ardhmen e tyre, edhe kanë plan programe të qarta, konkrete, të prekshme, të afërta dhe jo thjesht mendime, kanë projektet e tyre se çfarë duhen të jenë në jetën e tyre, atëherë minimalisht nëse nuk gjen dot njeriu në më të mirë në raport me parimet fetare, ai do të gjejë disa njerëz të cilët do shoqërohet me ta për hir të një pune, për hir të një projekti, për hir të një aktiviteti ku të dy së bashku apo të pesë së bashku apo në grup së bashku do t'i sjellin dobi shoqërisë ku jetojnë. Pra me një vizion, me një qëllim. Patjetër, për shembull, ti je një musliman. Po. Mbarove shkollën e lartë, mbarove masterin, doktoratën ndoshta e kështu me radhë, dhe gjete një punë të mirë sepse je një kapacitet tani që ka dalur në një shoqëri. Dhe do shoqërohesh, mund të jesh arkitekt për shembull. Mund të shoqërohesh me një person i cili nuk i përket fesë tënde, ai mund të jetë një krishter. Pra ty të lidh puna me të. Duke qenë se ty të lidh puna me të, në një sistem laik ku ne jemi, atëherë ju jeni bashkuar dy njerëz që i besonin Zotit, mirë po çfarë, ti je musliman dhe je i krishter. Çfarë ndodh? I bie që unë nuk duhet ta përjashtoj atë person, jo, nëse ne
nëse ai nuk ka parimet e mia fetare, atëherë ne mund të na bashkoj diçka e përbashkët. Cila është? Ti sjellim dobi kësaj shoqërie në aspektin e besimit në Zot. Që kjo shoqëri, që shumë prej tyre janë ateist, shumë prej tyre nuk do t'ia dinë se ç'është Zoti, ne së bashku mund të kemi projekte të përbashkëta pro familjes, për shembull, bie fjala që njerëzit t'i ftojmë tek tradita, t'i ftojmë tek jeta familjare konservatore, t'i ftojmë në besimin në Zot. Kurse mes nesh mund të pyesësh çfarë do bëjmë, ne mund të dialogojmë. Ti themi që shiko, Zoti ynë është një dhe nuk ka pse të besoj më shumë besime. Një besim është i vërteti. Pra, në shoqërim e sipër, për një dobi të përbashkët për shoqërinë, një arkitekt bashkohet me një arkitekt tjetër për të bërë një urë e cila është shpëtim për qytetarët e atij qyteti apo për fshatarët e atij fshati e kështu me radhë. Shumë e qartë. Dhe çfarë ndodh pastaj? Nëse këta në parimet e tyre, në formimin e tyre nuk janë njësoj, atëherë mund të ekziston diskutimi, ekziston debati në frymë konstruktive, në frymë domethënë respektuese dhe në fund fare mund të dalin domethënë të dy së bashku një të vërtet për të madhëruar Zotin e vetëm, për të njohur Zotin e vetëm, për t'i shërbyer domethënë fesë Allahut të Madhërisëm në forma të ndryshme. Pra, gjithmonë ka zgjidhje, por gjithmonë zgjidhja vjen duke reaguar kundër asaj që mendohet apo kundër asaj që shikon se nuk është në formën e mirë apo është e gabuar apo kështu me radhë. Por mënyrën se si domethënë e shtruat apo e parashtruat pyetën në fillim, ne po bënim fjalë për një shoqëri e cila vërtet është e dëmshme, por jo të gjithë njerëzit janë të dëmshëm. Ai ndoshta nuk i pranon parimet e tua, por është një njeri i cili pranon të bashkëjetojë me ty, të bashkëpunojë me ty, të jetë pjesë e veprimtarisë së përbashkët në dobi të shoqërisë, sepse fundit ne bashkë po jetojmë në këtë shoqëri. Atëherë vendos kritere. Cilat janë kriteret? Kriteret janë kriteret e punës. Kriteret e respektit reciprok, kriteret e të sjellit dobi në këtë shoqëri. Edhe hajde bismillah, mund të këtë rrugën ta ndërtojmë bashk, këtë urën ta ndërtojmë bashk, në këtë urë do kalojmë po bashk, e kështu me radhë dhe ka plot forma domethënë ku njeriu e gjen vetveten duke ndërtuar raportet e punës, duke ndërtuar marrëdhëniet shoqërore në varësi të interesit, domethënë që ai ka. Nëse më lejoni se ndoshta u zgjata, në çështjen e të rinjve, tash se ne po flasim për arkitektë, për mjekët e kështu me radhë. Jo, në aspektin e rinisë, zgjidhja e vetme është që përtej virtyteve të mira, sjelljes së mirë, normave të mira edukative, një i ri që të plotësojë kriteret të shoqërohet me një musliman të vërtet, është dhe ai i cili, ose ata të rinj të cilët kanë aspirata për jetën e tyre, kanë plan, programe dhe projekte për jetën e tyre. Dhe një person i cili mëson, është studios, është studiues, është i zellshëm, ka një vizion, dhe ai domethënë, ai ka mendjen tek studimi, nuk ka mendjen tek mbrapshtit, nuk ka mendjen tek problemet. Atëherë, elhamdulillah, pas kemi gjetur një person që qenë ka gjysmë i gatshëm. Atëherë, mund të shoqërohesh me njëtin, me qëllimin që ti ta ftosh atë tek e mira. Edhe do shikosh që minimalisht ai mund të qëndrojë tek e vetja pa të sjellur dëm ty. Nëse ju bashkon studimi dhe jo diçka tjetër, maksimalisht ai mund të gjejë rrugën tënde. Ai mund të shoqërohet me të vërtetën me cilën ti veçohesh dhe karakterizohesh, edhe mund të pranojë atë vërtet me cilën ti e fton atë. Pra, gjithmonë në dy gjëra. Një njeri që meriton të shoqërohesh me të, sepse është njëri i cili, domethënë, studion, ka projekte, don t'i shërbej vendit ku jeton, dhe mbi të gjitha do të jesh ti ai i cili e ftonte e mira. Dy gjëra janë. Ai ose do të pranoj, ose do largohet vetë, nuk ka nevojë të largohesh ti. Do largohet vetë ai. Hoxh, falenderoj, pamas Allah ju shpërbleft. Rikthehemi sërish në pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër. Selam aleikum. Selamu alaikum wa rahmetullah. Ja kur rikthehem në pjesën e dytë të emisionit. Hoxh i nderuar, cekëm pak pjesën e qëllimit, pra të qëndrosh me një person, edhe pse nuk jeni të njëjtit besim ose nuk dani të njëjtat vlera, por ti qëndron me qëllimin që të ndikosh tek ai për mirë. Kjo ishte një nga pyetjet që unë doja të shtroja në fakt.
a lejohet fetarisht që ti të vendosësh të bësh një jetë, të qëndrosh me një person vetëm për këtë arsye? Ti e shikon që ai ka disa virtyte dhe thua, ok, unë do të qëndroj me këtë person me niyetin që unë ndikoj tek ai për mirë dhe pse jo ti bëj ta vetë, taftoj tek Zoti e kështu. Atëherë, ne përmendëm faktikisht që çështja e shoqërisë sot është diçka që nuk e shmangim dot. Patjetër që do ashtu. Madje kemi një hadith shumë të rëndësishëm të profetit Muhammed alayhi salatu wasallam, i cili thotë: "El mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum." Besimtari i cili shoqërohet me njerëzit dhe përrjedhoj duron mundimet e tyre, se shoqëria këtë ka mundime, ka probleme kështu me radhë, duron mundimet që do vinë për tyre është më i mirë tek Zoti. Se sa i person i cili tërhiqet dhe përrjedhoj ai nuk ka se çfarë mundimesh të duroj për tyre. Është një hadith shumë i rëndësishëm për temën tonë. Është një hadith shumë i rëndësishëm për bisedën tonë. Ju përmendet shumë bukur çështjen e njetit, e rikthyet domethënë këtë çështjen e njetit, okay, atëherë ky hadith është shumë i rëndësishëm. Pra, nuk është guxim dhe as trimëri dhe as gjëja më e duhur kur ne të tërhiqemi, sepse nuk po shikojmë domethënë personin e duhur. Nuk ka shoqëri utopike në jetën e kësaj bote. Pra, shoqëri perfekte nuk ekziston. Edhe ne vetë që pretendojmë se duam të kemi një shoqëri të mirë, kemi edhe ne gabimet tona, keni edhe ju gabimet tuaja dhe kështu me radhë. Atëherë çfarë ndodh? Duhet kemi parasysh nivelin e tyre, perspektivën e tyre, synimin e tyre, projektet e tyre. Pra nëse nuk ndajmë, siç përmendet, të njëjtat vlera, nuk ndajmë të njëjtin besim, atëherë a ka pika kyçe në shoqëri që mund na bashkojnë dhe ato pika kyçe përbashkuese na bëjnë që domethënë të largohemi nga të këqijat? Mundet, ajo është dobi prurë në shoqëri dhe përmendën domethënë disa raste. Por mbi të gjitha, njeti nuk është vetëm i pëlqyeshëm. Këtu njeti që përmenda, por qëllimi është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm sepse është e vetmja mënyrë që mua më mban sy qelur, më mban sy hapur, më mban në një pozicion, domethënë konkret të qartë për vetveten time që nëse ai nuk e pranon thirrjen time, të paktën unë nuk luaj nga shinat e mia. Shumë e qartë. Nëse unë nuk kam këtë qëllim që ju përmendet, nëse unë nuk kam kriteret edhe ato filtrat e mi për të gjetur njerëzit të cilët kanë nivelin e dur, kanë perspektivet e dura, kanë ambicet e dura, kanë projektet e dura, kanë qëllime dhe ata ndoshta nuk kanë qëllime të njëjta si qëllimi yt, por kanë qëllime të cilat përbashkohen me interesa të përbashkëta, qoftë interesa familjare, qoftë interesa sociale, qoftë interesa shoqërore, qoftë interesa politike, qoftë interesa ideologjike, qoftë interesa kulturore, qoftë interesa, domethënë, në të gjitha sferat e jetës dhe në të gjitha pikat kyçe nga e cila përbëhet domethënë shoqëria. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë, ne patjetër që do durojmë mundimin që do na vinë për ta. Pse do durojmë mundim? Sepse është qëllimi ynë i lartë. Është qëllimi ynë fisnik, është qëllimi ynë që lidhet me Zotin. Unë do shoqërohem me një person duke shfaqur besimin. Unë do shoqërohem me një person duke mos e marrë fen time diçka personale individuale. Jo, fjala Zot është ajo që sundon në jetën time. Besimi në Zot është sistemi që ka ndërtuar në jetën time. Edhe ata shokët e mi, të cilët më lidh puna me ta, raporti punës, marrëdhënia e punës me ta, ata do të shikojnë tek mua vendosmërinë time për të qenë gjithmonë i lidhur me Zotin tim, duke mos ja imponuar fen tim atyre, por duke i ftuar ata tek feja ime, duke i ftuar ata tek vlerat e mia, duke i ftuar ata në sistemin e mirë që mendoj dhe faktoj dhe argumentoj që është i mirë, atëherë të gjitha këto bashk do të bëjnë që minimalisht, nëse ata nuk do të bëhen si ty, ti do të ruash identitetin tënd, që mos të thyesh dhe të kalosh të bësh dhe ti sa. Po, shumë faleminderit Allahu të shpërbleft. Se kjo ishte edhe një pikë tjetër e rëndësishme, pjesa e presionit që ushtron shoqëria mbi ty. Momenti që ti nuk ke një kundërpërgjigje, momenti që ti nuk ke një identitet, thyesh edhe nuk je më vetvetja. Nëse mund të kalojmë tek një pikë që besoj të gjithëve është e rëndësishme për gjithë muslimanët sidomos. Në shoqëri vërejmë që një besimtar musliman e njohim bën një mëkat caktuar. Si duhet të reagojmë në këtë rast? Sepse nuk është më si të gjithë pjesët tjetër e shoqërisë, po përflasim për një muslimanin që ne konsiderojmë vllajin ton. Çështja është shumë e thjeshtë.
Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Law lam tudhnibu, la dhahaba Allahu bikum, wa la ja'a biqaumin." Pra, nëse ju nuk mëkatoni, nëse nuk bëni gabime, nëse nuk bëni gjunahe, Allahu do t'i largonte. Dhe do të vinte me njerëz të tjerët, të cilët do gabonin, por do kërkonin falje Zotit dhe Allahu do i falte. Nuk ka njeri që nuk gabon. Duke filluar nga hoxhallarët, duke filluar nga mësuesit, duke filluar nga sociologët, duke filluar nga psikologët, duke filluar nga urtarët, nga të gjithë. Patjetër që edhe rinia është pjesa më e prekshme në gabimet e tyre, qoftë nga nxitimi, qoftë nga keq edukimi, qoftë nga trendi i jetës që nuk i shmangen dot, qoftë për faktorë nga më të ndryshme, po të ndalemi në faktorët, nuk do na 100-200 emisione nuk do na mjaftojnë. Mirë, po çfarë ndodh? Jemi përpara një realiteti. Të gjithë ne gabojmë. Atëre, gabimi i këtij personi ose na merr diçka nga vetja jon, ndikon diçka në vetveten ton, ndikon diçka në shoqërinë ton, ose nuk ndikon, por që mos thyesh në etapet e thyrjes që unë përmenda, duhet të reagosh patjetër. Por jo ta braktisësh atë. Sepse në momentin që kemi njerëz të mirë, pra edhe ata gabojnë. Kemi njerëz të cilët janë të luhatur, bëjnë të mira, por edhe bëjnë të këqija. Kemi edhe njerëz të cilët destinohen që të jenë gjithmonë njerëz gabimtar dhe kanë të vështirë të kthehen. Në momentin që shikon një person që gabon një gabim, 2 gabime, 3 gabime, por brumin e ka të mirë, domethënë e don Zotin, por ky prap mund gaboj, nëse ti e braktiste, do ta marrin të tjerët. Do bëhet kontingjent i të keqes, do të shtohet numri i njerëzve të këqij dhe përrjedhoj rreziku për të mirë do të jetë më i madh. Mos harroni se është shumë e rëndësishme. Pra kemi 3 kategori: njerëz të mirë, edhe pse mund të gabojnë rrallë herë, kemi njerëz të cilët janë të luhatur, një herë gabojnë, një herë bëjnë mirë. Domethënë ka 2 magnete që ai akoma është i dyshim ku do shkojë, tek magneti A apo tek magneti B, magneti i mirës apo magneti i të keqës. Kemi edhe kategorinë e tretë. Kategoria e tretë janë ata të cilët të ftojnë, të thithin si ai magneti i fortë dhe këta është shumë vështirë të kthehen. Tani, gjithë lufta dhe betejë është pikërisht për këta njerëz, edhe për këta, se të gjithë ne duhet na vi keq. Po edhe nëse shumica janë të ajo e mesit. Po, nëse ne tani do t'i kthemi pyetjes tënde, çfarë do bëjmë me këtë? Do braktisim. Jo, s'do të braktis. Sepse nëse braktisim, ai patjetër nuk do shikojmë më çështje mira. Nuk do kuptojë çështje mira, nuk do të qartësohet për më të mirën dhe do bëhet kontingjenti i të keqes. Nëse bëhet kontingjenti i të keqes, të gjithë bashkë e keqja do bëhet më e fortë, do bëhet më e madhe, do shfaqet më shumë dhe do jetë më e rrezikshme për pjesën tjetër të mirë dhe në fund fare çfarë ndodh? Përse Allahu i Madhërisëm ka zhdukur kombe të ndryshme, në profetë të ndryshëm, në fazat të historisë, para e rëson zhdukje masive, sepse sundoi plotësisht e keqja. Ka pas raste kur në atë shoqëri ekzistonte vetëm një profet dhe një person apo 2 apo 3 apo 4 apo 5 të cilët ndiqnin rrugën e tij profeti dhe sundonte tërësisht plotësisht e keqja, që do të thotë nuk kishte më 3 kategori. Kishte vetëm 2 kategori kur këta që luhaturit ju bashkangjinden kontingjentit të keqes dhe e keqja sundoi gjithanej dhe në fund fare pastaj sado që të ketë një person, sikur një i vetëm apo 2 apo 3 që ftojnë të ke mira, nuk i dëgjon më kusht. Nëse shkojmë deri aty, atëherë shoqëria ka marrë fund. Pra ne themi elhamdulillah për fen ton madhështore. Me gjithë gabimet, me nxitimet që ka rinia sot, me gjithë atë trendin që don ta ndjekin në një jetë, domethënë jo aq të hijshme për të ardhmen e tyre, por elhamdulillah kjo rini e njeh të vërtetën. Faltoret ku madhërohet Zoti i frekuentojnë, sikur dhe një herë për xhuma. Gabim është dhe kjo, sepse duhet çdo ditë ti lutet madhit Zot, por prap falenderojmë Allahun sepse pas kemi një dritare, pas kemi një derë të hapur që ai e shikon të mirën, e kupton të mirën, por është akoma i luhatur, do vazhdojmë me të këqijt apo do vazhdojmë domethënë me të mirët. Këtu është roli juaj tani i të rinjve. Këtë doja edhe të pyesja faktikisht. Po, më thuaj. Po themi se po e afrojmë një person i cili si ta afrojmë, domethënë çfarë metode të ndjekim, se edhe po ta afrojmë edhe ai të vazhdojë të bëjë gabim, s'ka kuptim. Atëherë shiko. Profetët e Zotit,
kanë ftuar në atë filozofi që quhet pambarim. Pambarim. Nuk janë lodhur asnjëherë. Ti the për mi, ai nuk ngjon, le mos ngjoj. Sa më shumë ta ftosh dhe ti nuk mbaron në ftesën tënde, aq më i mbrojtur je ti, këtë mos e harro. Pra je ti i mbrojturi. Në momentin që unë e ftova një herë, e ftova 2 herë, e ftova 3 herë, ai domethënë nuk pranon ftesën tënde. Çfarë do bëhet me atë? Atëherë, momentin që ai nuk e pranon ftesën tënde, edhe ti lodhesh ose bën sikur lodhesh, dhe çfarë do bëhet me ty? Atëherë do normalizohen gjërat. Gabimet e tij do normalizohen te ty, ndoshta fillon të pëlqej jeta e tij dhe pastaj fillon instalohet pëlqimi fillimisht derisa ta bësh dhe ti atë të keqe. Tek Beni Israilit në kohën e Musait, mas vdekjes së Musait alayhis salam e në brezat e mëvonshëm, e ka përmendur i Madhi Zot Kur'an që një nga shkaqet e shkatrimit edhe dënimeve të ndryshme që vinin nga Zoti ishte se urdhëronin për të mirë në fillim, e ndalonin urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja në një fazë tjetër, dhe kur ndalonin pastaj vinte koha që ata vetë e vepronin. Pse? Se nuk kishin më mburoj. Mburoja më e madhe, mburoja më e mirë e njerëzit për vetveten e tij është ftesa e vazhdueshme, jo vetëm vazhdueshme, ftesa pa mbarim e të tjerëve, por rrugën e vërtetë, por rrugën e mirë, pra mbrohu duke sulmuar. Mbrohu duke ftuar. Mbrohu duke tërhequr vëmendjen. Nëse ata nuk duan fare që ti qëndrosh afër sepse i mërzitur atyre, nuk ka asnjë lloj problemi, ti mund të largohesh paqësisht dhe ata nuk duan ta pranojnë të mirën. Gjithmonë me paqe, gjithmonë me qetësi, gjithmonë domethënë jo duke u ndar për hir të kësaj dynjaje. Jo, mund të distancohesh sepse ata vetë e duan distancimin, nuk ka asgjë të keq. Allahu të shpërbleft Hoxh, nëse mundesh, shkurtimisht një përmbledhje, një këshill për ta mbyllim, domethënë emisionin e sotëm me një këshill. Nëse doni për shembull që t'ju jap një këshill, të përmbledhim gjithçka që tham, më thën drejtën, jemi në fund të emisionit, por un kam në kokën tim duke menduar që janë shumë gjëra të tjera që nuk i tham, sepse ju vazhdoni me pyetje, nxirrni një pyetje, mund vjen diçka, kam diçka për ta thënë tani, edhe jemi në fund të emisionit. Nëse do t'i kthemi edhe një tjetër në fazë përmbledhse, do na duan 30 minuta të tjera të themi ato gjëra që nuk i tham. Por, me që e kërkonin këtë formë, mund përcjellim një hadith brillant nga pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam, i cili thot la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Mos u shoqëro thot vetëm se me besimtarin dhe mos të ushqehet me ushqimin tënd vetëm se i devotshëm. Një hadith shumë i rëndësishëm sepse në Islam ka dallim mes mu'min dhe muslim. Muslim është ai i cili beson Zotit, muslimani, por nuk është aq i kapur me fe, nuk është aq i zellshëm. Kurse mu'min është besimtar i mirë, edhe pse ndoshta mund gaboj, ama ky hyn te të mirët. Profeti thot alayhi salatu wasalam, la tusahib illa mu'minan, pra mos u shoqëro vetëm se me besimtarin e mirë, dhe mos ushqehet me ushqimin tënd vetëm si devotshëm. Pra, brenda shtëpisë tënde, brenda jetës tënde, brenda projekteve tua, mos afro njerëz të cilët nuk e meritojnë. Duhet të jenë të ruajtur, të devotshmit, në gjuhën arabe këto janë të ruajtur. Ai ruhet të keqes, i ruhet të madhit Zot, ai i ruhet domethënë asaj gjëje e cila nuk është e dobishme. Afroje këtë njerëz. Dhe mos u shoqëro thotë vetëm si besimtarin e mirë, pra besimtarin i cili ka vlera, sepse vetëm vlerat janë ato të cilat na ndihmojnë ne në shoqëri për ta shumuar dhe për ta shfaqur dhe për ta zmadhuar domethënë të mirën. E mira është e mirë, nuk ka nevojë ta zmadhosh, por kujtoj që njerëzit ta shikojnë sa më shumë në mënyrë që edhe ne të mbrohemi. Përndryshe kjo botë nuk është gjë tjetër vetëm se një betejë mes të mirës dhe mes të keqes. Andaj nëpërmjet këtij hadithi profetik unë mbyll me këshillën, pra me hadithin, me këshillën përfundimtare, le të jetë jeta juaj e të rinjve një betejë nga sot e tutje për të zgjedhur cilët janë të mirët dhe cilët nuk janë meritorët, në mënyrë që mos të kem efekte të këqija dhe ndikime të këqija për jetën time dhe për të ardhmen time dhe për shoqërinë ku jetoj. Zoti ta shpërbleft Hoxh, të falenderoj pamas për kohën dhe për këto fjalë me kaq dobi. Të nderuar teleshikues, emisioni tonë i erdhi fundi. Mos harroni, ose shoqërohemi me të mirët, ose kemi kujdes nga ajo shoqëri nga cila ne mund dëmtohemi. Elush Allahun subhanahu wa taala të na kenë bërë dobi këto që dëgjojmë.
bashkë shikohemi emisionin radhës. Selamu alaikum.